Delegacioni i Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mezetare, i kryesuar nga presidenti i Komisionit të Koordinimit për Lojrat Mezetare Prishtina 2030, Julian Bonello, dhe sekretari i përgjithshëm, Jakovos Filiposis, i shoqëruar nga presidenti i Koksh, zoti Fidel Ylli, dhe presidenti i Koksh, zoti Ismet Krasniqi, u prit në një takim zyrtar nga ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, zoti Blendi Goxha. Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë mirëkuptimi, bashkëpunimi dhe vizionit të përbashkët, duke u fokusuar në koordinimin institucional dhe përgatitjet për organizimin e suksesshëm të Lojrave Mezetare Prishtina 2030. Shqipëria mbetet një mbështetëse kyçe e këtij projekti historik sportiv për rajonin, ndërsa qyteti i Durrësit do të mirëpresë të gjitha garat e sporteve ujore, duke marrë një rol të rëndësishëm në organizimin e këtij eventi madhor mezetar. Në takim ishin të pranishëm dhe sekretari i përgjithshëm i Koksh, Kerti Shima, zëvendës presidenti i KOK, Milaim Kelmendi, zëvendës ministri Endrit Hoxha dhe këshilltari i ministrit të sportit të Kosovës, Drilon Brahimi.